Për këtë arsye ka thonë dietar, që kanë thonë ixhma se shlurja e mjekrës është vajib. Dikush thotë sunet. Po edhe më bon sinet, na i thoj, ama ja vajib. Apo, po mjekrën me shlu është ma vajib se me bo gjallin sunet. Pra unë që e rruja, jam gjunaqar, po, ti e gjunaqar. Spaku shloj e pak, mos e rruj. Tamam? Me brisk mos e pre. Spaku, nja bare. Tamam? Edhe pse nuk konsiderohet shlurje mjekrës nëse duket ngjyra e lëkurës. Ka thonë, nuk kanë shek shlu mjekrë. Tamam? Që kjo nja që api thojmë, nuk konsiderohet e kishlu mjekrë. Se nëse dim, a kimet parrujt, a e kishlu mjekrë. Pra duhesh mu dallu, mas pak. Pra ata thoj ke Shekha Abdulkader Arnauti, bare që ka që me shlu vajib, e me rritë sunet. Tamam? Edhe ne po thojmë bare që kaq. Ngohen këtë periud. Ama ne duhet të shpjegojmë si që është në shariatin Allahut Azza wa Jall. Pra atë suneti pejgamberit Allahut. Në është që me shlu mekrën dhe me shkurtu mustaqe. Pse? Abdullah ibn Omeri transmeton thot, kundërshtoni i dhujtartë. Se i dhujtartë i shlojshin mekrët edhe mustaqet. A disa i ki pa shkuton mekrën, e hek mekrën, e rrun mekrën, musteqet që, burë. Ha? Ki përrima. Për këtë rasi Musa a.s. kur u i dhnu me ben Israilet, që adhuru një vichin. Qëka thot Allahu Zogjel? Allahu të regon se Harunin e ka kapën, e ka ngrej zhak, e ka kapër mekrë. Pra pejgamberit Allahu të kanë pas mekrë. Ska pejgamber që s'ka pas mekrë. Ska makam së pejgamberit Allahu që s'ka pas mekrë. Ska hoxh që ka thirë në fe që s'ka pas mjekër. Po Hanefit janë ma ekstreman që është në mjekër. Ti me shku Hanefi, mëfti, sigur që në joni, për shemë që është. E Rais Ulemoja që tash. Me shku në Afganistan, Pakistan nuk i lidhët një gjemot asni. Nuk falen pe imami që s'ka mjekër. Nuk i lidhën imami që s'ka mjekër. Imami që s'ka mjekër nuk e provën pranojnë me i bon një qakë. Imamin që nuk ka mjekër nuk pranohet të Hanefit si dëshmitar, me dëshmu. Hajde ti se po martonë në një qakë. S'ke mjekër, hec, përshkak se dëshmija jote në medhebin Hanefi nuk pranohet. E na soja në Hanefi, hiq. Amo, qëfar Hanefi e jenë dhe, ne e në Hanefi që dojmë na, jo që ka dështë të bani. E më rëvesh. Kush ka në ma Hanefi? Të banifja pa mjekër akona. Pra këtë arsye, ato që janë Hanefi hakikat, ato nuk i lidhën imamve që s'kan mjekër. Në të aprovot njën, në shkonë në Afganistan, edhe shefa i lidhën dikush për mas ati. Me pas shallin 3 metre të madhë, 3 me 1 metre, kot, prap nuk i lidhën kërkush, për çka këse mekër s'ko. Pra atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar neve që ne t'i kundërshtojmë zjarpucat, t'i kundërshtojmë idhujtartë, dhe t'i shlojmë mjekrat dhe t'i shkurtojmë mustaqe. Shkurtimi mustaqe ose i shkurton, ose tash a kuptoni shkurton në qatë formë derisa duket pislagi se sikur që mi pasërujtë.